Plan 30 ditor mësimi, tregtim Onineva 3, menaxhimi i rrezikut të praktika e kontrolluar dita 19, veprimi i dytë të llogarinë e provës të analiza pusëmbylljes. Dita 19 thellon disiplinën. Këtu nuk kërkohet të bësh më mirë se dje, por të bësh njësoj mirë procesin. Veprimi i dytë në llogarinë e provës ka një qëllim të vetëm: të forcojë zakonin e analizës pas mbylljes, pavarësisht rezultatit. Qëllimi i kësaj dite është të kryesh veprimin e dytë të provës, të respektosh një veprim në ditë, të mësosh si analizohet sakt pas mbylljes. Një pse veprimi i dytë është i rëndësishëm. Veprimi i parë shpesh shoqërohet me emocione të reja. Veprimi i dytë tregon nëse po ndërton zakon, po respekton rregullat, po mendon në mënyrë të njëtrajtshme. Qëndrueshmëria ndërtohet nga përsëritja e saktë, jo nga ndryshimi i vazhdueshëm. 2. Përgatitja për veprimin e dytë. Përgatitja është e njëjtë si në ditën 18. Nuk shtohet asgjë, nuk hishet asgjë. Kontrollo me radhë. Drejtimin e tregut në grafik ditor. Zonën e mbështetjes ose rezistencës. Rikthimin e çmimit drejt zonës. Shenjën e refuzimit nga qiring. Kuptimin e idesë së veprimit. Nëse një hap nuk plotësohet, nuk vepron. Disiplina është të bësh të njëjtën gjë edhe kur ke dëshirë të ndryshosh. 3. Zbatimi i rregullit, vetëm një veprim në ditë. Edhe sot, vetëm një veprim, pa shtesa, pa përjashtime. Edhe nëse veprimi i djeshëm ishte fitim, veprimi i djeshëm ishte humbje. Rregulli nuk ndryshon sipas rezultatit. 4. Vendosja e kufive dhe hapja e veprimit. Para hapjes, vendos kufirin e humbjes. Vendos kufirin e fitimit. Kontrollo raportin rrezik për fitim. Pastaj, hap veprimin. Mos ndërhy. Mos se zvendos planin. Veprimi është vendim i marrë një herë, jo debat i vazhdueshëm. 5. Çfarë të bësh ndërsa veprimi është i hapur? Gjatë kohës së hapur, mos shto veprime të tjera. Mos shiko çdo lëvizje të vogël. Mos reagosh me frikë ose lakmi. Jo. Tregun të mbyll veprimin. Rregullat të bëjnë punën e tyre. Ndërhyrja pa arsye e prish përvojën e të mësuarit. 6. Analiza pas mbylljes, zemra e ditës 19. Analiza pas mbylljes është më e rëndësishme se vetë veprimi. Menjëherë pas mbylljes, mos hap veprim tjetër. Mos kërko hakmarrje. Mos e gjyko veten nga rezultati. Ulu dhe analizo me qetësi. 7. Pyetjet që duhet i përgjigjesh me shkrim. Për çdo veprim, përgjigju këtyre pyetjeve. A ishte drejtimi i tregut i qartë? A ishte zona e mbështetjes ose rezistencës e vlefshme? A prita rikthimin apo hyra nga nxitimi? A ishin kufit vendosur saktë dhe të respektuar? A ndryshova planin gjatë veprimit? Çfarë bëra mirë? Çfarë do përmirësoj herën tjetër? Shkrimi i përgjigjeve është mjeti më i fortë i përparimit. 8. Fitimi dhe humbja në ditën 19. Në këtë fazë, fitimi nuk është sukses. Humbja nuk është dështim. Suksesi, respektimi i rregullave. Analiza e ndershme. Mbyllja e ditës me qetësi. Rezultati tregon çfarë ndodhi. Analiza tregon pse ndodhi. 9. Gabime që duhen shmangur sot. Hapja e veprimit të dytë pas mbylljes. Justifikimi i shkeljes së rregullave. Fajsimi i tregut. Mos shkrimi i analizës. Këto gabime pengojnë ndërtimin e disiplinës. 10. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 19? Në fund të kësaj dite duhet të kesh kryer veprimin e dytë me rregull. Kesh analizuar pa emocione. Kesh shënuar përmirësimet. Ndihesh më i qartë për procesin. Përfundim. Veprimi i dytë nuk të bën më të guximshëm, të bën më të vetëdijshëm. Kush analizon pas mbylljes përparon. Kush kërkon vetëm rezultatin ngec.